Jam një prej banorëve të lagjes Mark Lula. Unë kam lënë këtë lagje, qysh se jam ba me majt men, këtë lagje e majmen me gropa, me ujë. Si ma kesh. Falenderojmë shumë Bashkinë Shkodër, zotin Benet Beci, si ka vu dorë, jena shumë të kënaqur. Puna vazhdon me ritme të shpejta. Falenderojmë edhe firmën, punëtorët, si na kanë ardhur ndihmë për çdo gjë. Jena shumë të kënaqur me këtë investim, vetëm të vazhdojnë me këtë ritme. Unë jam edhe kësaj banori, kësaj lagje, për 33 viteve, do të jam shumë i sakt, dhe shoh të mujt e funit një vlerësim, një interesim prej bashkisë për të siguruar pak a shumë me mundësi që shikojnë bashkisë kushtet për infrastrukturën rrugore. Si ka kënë, besoj, mund të keni ballën kronika tjera që mund të keni realizuar, dhe momentalisht ka kënë jashtëzakonisht keq. Falenderojmë bashkinë si mas 33 vjeç në ranë mrapa këtë lagje, se na kanë mrapa mecë ton Shkodrës në këtë vend. Na kem pas një fat mallë s'na ka rënë në smunje për i banjave, për i tonave, si për tokës, o kanë mush ky vend. Tash 30 sa vjeç s'na ka rënë kush mrapa.